kam mbaruar shkollën e mesme hoteleri turizëm para 2 vitesh. Aktualisht jam në universitet, në degën e menaxhim hoteleri turizëm dhe punoj si sushef në një strukturë hoteliere. Para se të filloja shkollën hoteleri turizëm, kisha shumë dëshirë të gatuaja dhe mendova ta zhvilloja këtë dëshirë në një profesion në të ardhmen. Kur erdha këtu, u ndjeva shumë mirë, mësuesit ishin shumë të afërt me ne dhe shumë miqësor, gjë që e bënte më të lehtë mësimin. Viti I parë ishte teori, ku merrje të gjithë bazën, në vitin e dytë ti profilizoheshe në shumë degë, si bar, restorant, recepcion, dhe në vitin e tretë u ndam në profile që ne dëshironim. Profili im ishte kuzhinë. Shkolla ndihmon shumë sepse të përvetëson nëpërmjet dijes. Doja rekomandoja shumë hoteleri turizmin sepse është një ardhme e Shqipërisë që në moshën 16 vjeçare punon nëpër biznese, duke punuar part-time, sigurisht, dhe me një pagë e cila të ndihmon shumë në rritjen tënde. Pastaj, me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, rritesh profesionalisht si nëpërmjet dijes, por edhe nëpërmjet të praktikuarit. Zgjedhni hoteleri turizëm pasi është një ardhmë e sigurt për profesionin tuaj. Ndiq shembullin tim.